Jemi në studio me 3 vajza simpatike, seksi, por që kanë zgjedhur një profesion që ndoshta deri diku mund t'i ketë paragjykuar sadopak, por ato do të na e thonë vetë vajzat. 3 vajza arbitre që dominojnë në një fushë meshkujsh. Mirë se erdhët, jam me Emanuela Rusta, që është dhe femra e parë arbitre në këtë profesion. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjetëm. Do t'i njohim më nga afër edhe për punën që ju bëni. Eglantina Pietrushaj, mirë se erdhe Eglantina, dhe Erinda Kume. Mirë se erdhe gjithashtu Erinda. Erinda dhe Emanuela janë të dyja të certifikuara apo jo? Po, si arbitre nga FIFA, kanë marrë atë sistemën. Në pritje jemi të Eglantinës. Shpreson ta marrësh dhe ti sistemën. Sa vite keni, sa ko keni që jeni... Unë kam 9 vite që jam pjesë arbitrimit. Tani, është diçka që në base në dukje është pak sa e vështirë për femrat, por që unë mund të them që e kemi dëshmuar që nuk është një profesion që duhet ta bëjmë vetëm meshkujt, dhe ka pak të pjesën e paragjykimeve në tërësi, por kur je brenda fushës pastaj kupton që ke një mbështetje shumë të madhe, qoftë nga kolegët, qoftë edhe nga tifozët. Tek ty si lindi kjo dëshirë, ky pasion? Mund të zgjidhet të luaje futboll, pra të ishe futbolliste, duke qenë se edhe futbolli i femrave është goxha i zhvilluar, po zgjidhet të jesh arbitre. Në fakt, nuk është se kam pas shumë lidhje me pjesën e futbollit, unë kam qenë basketbolliste dikur, dhe rastësisht një kolegu jonë tani që është arbitër futbolli, më ka folur për pjesën e arbitrimit, dhe unë e kam pranuar gjithmonë si një sfidë shumë të madhe ndaj vetes. Dhe kam startuar arbitrimin dhe normalisht tani është diçka shumë e bukur në jetën time. Ke gati 9-10 vite që e ushtron si profesion, çfarë të ka ndryshuar? Kam 9 vite që merrem me meshkuj, me 22 meshkuj në fushë. Aq mjafto për përgjigjen. Që dominon në atë fushë. Po. Mirë, kemi kartona boll për të thënë po dhe jo sot. Eglantina, ti sa kohë ke si arbitre? Pse e zgjodhe këtë profesion? Viti i 4 ishte diçka rastësore, por pa ditur që një pjesë tjetër të fisit i kisha gjyqtar dhe rastësisht mora vesh që isha një pasardhëse e tyre. Që mund ta bëj edhe ti më së miri. Jam 9 gjyqtare në fis. 9 gjyqtar në fis, pasardhëse tamam e kësaj pune. Sa ndeshje deri tani ke bërë një përllogaritje? Do t'i pyes dhe vajzave sa mund të ketë. Nuk i kemi numëruar si numër fiks, por është viti 4 që gjykoj, viti i parë ka qenë si asistente, ndërsa 3 vitet e tjera si gjyqtare kryesore. Ndeshje meshkujsh, futboll femrash më shumë? Meshkujsh dhe femrash. Të dyja bashkë. Erinda, po ti? Kurse kam 13 vite. 13 vite si arbitre. Jam 12 vjetra, domethënë, por si asistente, domethënë, jam e para asistente, kurse Emanuela është e para kryesore. Unë e kam filluar, domethënë, gjatë studimeve që kam qenë në shkollën e lartë për infermieri. Kam takuar edhe unë rastësisht një koleg që ma ka sugjeruar për të startuar arbitrimin, edhe nuk u mendova 2 herë, fillova, thash pse jo. Pra ti le infermierin për të bërë arbitre, apo i ke bërë të dyja? Si profesion e ke ushtruar infermierin? Po. Po i bën paralelisht aktualisht, apo? Për momentin jo, sepse jam duke marrë me projekte tjera, por që kam ushtruar. Do t'i rikthesh sërish infermierisë? Do t'a lije arbitrimin për infermierin? Nuk kam pse ta le, mund t'i bëj të dyja. Mund t'i bësh të dyja. Mund t'i bëj të dyja. Tregoni pak për fillimet tuaja, kur keni zgjedhur të jeni arbitre. Çfarë pengesash keni hasur në këtë fushë, në këtë punë? Në këtë profesion e rëndësishme është që të kesh përkrahjen dhe mbështetjen nga familja, pikë parë, sepse është vërtet një profesion i çuditshëm, por patjetër duhet mbështetja shumë e madhe familjes. Nëse nuk e ke atë mbështetje, nuk mundesh dot që ta përballosh, qoftë rysnin, qoftë mendimet, opinionet, dashje pa dashje, drejt pjesës se ç'duan këto në fushën e futbollit, ose mendimet të ndryshme që për opinionin tim janë thjesht njerëz me mendje shumë të vegjël, që nuk mendojnë siç duhet dhe thjesht japin një opinion pa menduar se çfarë do të thotë që dhe të kuptojnë që sporti nuk ka gjini. Sporti është barazi gjinore dhe mund ta bëjnë. Dhe normalisht, unë personalisht kam patë mbështetjen shumë të madhe nga familja, dhe kur e kam thënë në shtëpinë time që do bëhem arbitre futbolli, duke qenë se më pëlqente çdo gjë rreth sportit, më kam mbështetur. Ata janë tifozë të gjithë, besoj. Patjetër që po. Tifozët e tu rreth parë dhe pastaj të ndikojnë familja që nëse janë tifozë me një skuadër, ti duhet të mbash dhe me hatër? Jo, fare, nuk ka lidhje me këtë pjesë. Më shumë shqetësohen që unë mos i përjetoj shumë gjëra nëse bëjmë ndonjë gabim pa dashje dhe të jenë më shumë të kujdesshëm ndaj shëndetit tim se sa për pjesën e tifozëve. Të tregoni ndonjë rast kur keni
ngritur kartonin e kuq, ku keni marrë ndonjë kërcënim apo ndonjë bërtitur, ndonjë fytyrë që të ka ardhur ka qafër, të ka bërë aq presion, sa ndoshta edhe të ka ndikuar në vendimin tënd. Emi goca, flisni. Flisni goca. Ju jeni kryesore Tu jeni në një fushë të qetë. Unë kam një rast të freskët, para një jave isha në një ndeshje meshkujsh, 21 vjeçar, pas akordimit të një penaltie, lojtarët e ekipit që shkaktuan penaltin, u revoltuan dhe ishin pothuajse gjysma e ekipit që mu mblollën. Nuk ishin dakord fare me vendimin, por fati im i mirë isha afër dhe isha sigurt për vendimin që lash, kështu që kur jemi sigurta... Ishe e prerë dhe nuk e luante topja të vendim. Kur jemi të sigurta për atë çka japim, s'kemi pse ndikohemi apo ndihemi si me dyshime që për atë çka ne japim. Ndërsa unë personalisht, kam dhënë shumë kartona, fakti që kam 9 vite që ushtrej si profesion, kam dhënë kartona pa fund, dhe do vazhdoj do jap kartona pa fund. Të merituara. Po, të merituara normalisht. Rasti im konkret e një kartonit kuq, ka qenë para 2 javë në ndeshje kupe, ndërmjet Tiranës dhe Kastriotit. Jam thirrur nga sistemi VAR për të rishikuar një ndërhyrje që ka ndodhur në fushë, dhe nga kartoni verdh që kam treguar në fushë, kam dhënë kartonin e kuq, por që ishte diçka shumë e dukshme dhe normalisht asnjë reagim. Mbas se lojtarët nuk kanë dëshirë që të shohin kartonat kuq, por edhe ne jemi në një situatë që kur është i tillë, ku lojtari nuk ka kujdes për veten e tij, nuk mundemi ne që ta shmangim. Si sillen lojtarët tanë në fushë? Janë të edukuar? Kur ka një figurë femre, mundohen që të jenë shumë të edukuar nga ç'mund të jenë nga një figurë mashkulle. Mundohen gjithmonë që të kenë kujdes në mënyrë komunikimi. Këtu e kisha nga kanë kujdes, por mund të themi që ka dhe nga ato lojtarë që nuk i bën përshtypje fare se çfarë figure është në fushë, nëse është një femër apo një mashkull. Dhe për mua këto sportistë lënë shumë për të dëshiruar. Për sa i përket, nuk është e thënë patjetër që duhet sillen mirë sepse është një femër, por kushdo që të jetë gjyqtari, sporti ka disiplinë, ka edukat dhe normalisht që janë gjërat minimale që duhet të presim në fushën e futbollit. Në gjithë ndeshjet që ju gjykoni, sigurisht që keni dhe preferencat tuaja, edhe të lojtarëve, por edhe të skuadrave. Pse jo, ndikon ndonjëherë ai kartoni i vendimi tek po qeshe, Manuela, e ke bërë, duket. Ke mbajtur ndonjë meatër, mund të kesh flirtuar me një lojtar, mund të ketë pëlqyer një lojtar tjetër, nuk e ke gjykuar ashtu siç duhet drejt. Ka ndodhur apo nuk ka ndodhur? Tek të treja. Pse jo, të lëm pak anën profesionale dhe të kalojmë te ana. Për mua personalisht nuk ka ndodhur, me thënë drejtën. Normalisht, si në çdo profesion, ku ke marrëdhënie, domethënë femra dhe meshkuj, normal që mund të ketë edhe ngacmime, shikime apo flirtime. Por që mendoj që kuptojnë shumë mirë pjesën që unë jam futbollist, këto janë arbitret, qofse ju për shumë të profesioni juaj nuk mund t'ja ktheni përgjigjen me një lloj mënyre, kështu ne kemi edhe kartonat, kështu që tani këto flirtime, këto ngacmime janë gjithmonë në kuadër të lojës, besoj. Në kuadër të lojës. Që ti mbani me atë. Edhe ne i themi që duam hapësirën tonë, leret e rrjedh. Gjitha jo është. Manuela, pse e kalove topin Erindës? Në fakt, po presë edhe përgjigjen e Eglës dhe pastaj do përgjigjem me fundit. Unë bilbili nga mund, kaq, s'kam asgjë në dorë. Në fushë jemi për një qëllim dhe nëse do e mbajmë mendjen të këto gjëra që mund të ndodhen si nga lojtarët, si nga tifozët, pastaj iku ndeshja. Kështu që edhe po ndodhin edhe po ndodhin shmange, ikim, kemi fushë plot aty të vrapojmë. Tani mund ta menaxhojmë, do të thuash ti se kemi eksperiencë. Tani duke qenë se gocat nuk u treguan sinqert, bravo, sinqert. Nuk u treguan as pak. Jo, fare, asnjëra. Tani nuk mund të themi që kemi kohë të tregojmë. Kemi kohë, tani dëgjojmë. Normalisht në fushën e futbollit ka dhe ngacmime. Ndodhin dashje pa dashje, fakti që janë meshkuj, ka një femër në fushë ose 3 femra, fillojnë edhe ngacmojnë, hedhin diçka që ti se si do e presësh një kompliment apo diçka. Ka pasur raste që ka komplimentuar gjatë ndeshjes, i kanë thënë faleminderit ose i kanë kthyer edhe me një shaka, pa të kaluar sensin e komunikimit. Po, Manuela, ti e bërë dhe pjesë e mediave roz me format e tua bombastike, me paraqitjen tënde seksi, domethënë ne kemi lexuar gjitha këto në Instagram, gjithashtu apo jo vajza, kanë faj. Po, ke drejt shumë. Në fakt do doja më shumë, nuk është diçka që mund të ndodhje, kam fjalën. Jam shumë dakord, por do doja më shumë që të flisnim për pjesën e profesionalizmit se sa për këtë pjesë. Duke qenë se jetojmë, në Shqipëri edhe normalisht kur një femër ka një arritje, gjithmonë do shikohet për te arritjeve që ka.
Dhe normalisht, kur bëjnë disa shkrime kaq bombastike, ti bëjnë për pjesën e profesionalizmit, jo për pjesën e formave. Po mi aty bashkë qëndrojnë. Ti është dhe profesionale, ti është dhe seksi, s'është asgjë keqe në fushë apo jo. Kur je kompletuar është akoma më mirë. Akoma më mirë. Tani rastet e tua konkrete, të ka ndodhur që drejt për së drejti me një lojtar të kesh flirtuar apo ta kesh gjykuar duke mbajtur me atër, ose thjesht është dridhur ajo dora teksa ke ngritur kartonin e kuq. Po duhet ta bëje, por për shkak të Tani nuk është çështja, sepse aty nuk është se ke shumë kohë për të parë se cili lojtar është më i bukur apo më tërheqës. Okej, mund të tërheqin ndonjëri vëmendjen, po prap mund ta thuash me vetëm po që ka shumë i mirë. Dhe ai qëllon që aty do t'ja ngresh kartonin e kuq. Të kërkojnë djesë, po nuk kam ç'të bëje kështu. Po të është dritur dora disa herë. Jo disa herë. Nuk më dritet dora kur diçka është e dukshme, por kur kemi mundësi që të menaxhojmë një karton, mund ta menaxhojmë në kuadër të lojës, jo diçka të tepruar. Qartë. A e ka ndryshuar teknologjia e fundit VAR, video assistant referee, sa ju ka ndihmuar juve që keni gjykuar? Atëherë, unë jam pjesë e seminarëve në futboll, sa e ka ndryshuar vetë futbolli dhe sa ju ka ndihmuar juve si arbitre? Atëherë, unë jam gjithmonë pjesë e seminarëve të sistemit VAR, që zhvillohen në Federatën Shqiptare të Futbollit. Është një risi vërtet shumë e madhe për vendin tonë dhe normalisht është një arritje që Federata Shqiptare e Futbollit ka bërë, që ka futur në sistemin VAR në Shqipëri. Dhe në Superligën Shqiptare ne çdo javë operojmë me sistemin VAR. Kur përdoret sistemi VAR, për ata që e ndjekin dhe e njohin futbollit, për pozicione jashtë loje, për... Atëherë, sistemi VAR ndërhyr në kartonat kuq, që janë kartonat kuq, okej, jo shumë e pritshme nga pjesa e tifozërisë, sepse normalisht ishte 2-1 për Shkodrën, por që do presësh pastaj edhe reagime të ndryshme që mund të bëjnë, sepse normalisht skuadra atyre e zemrës, edhe dashje pa dashje ndikohen. Po nga tifozët, dëgjoni kështu të bërtiturat, ulërima, kur gjykohet diçka, që është drejt për së drejti me ju? Kryesisht, edhe në ndeshje femrash, edhe në ndeshje meshkujsh. Besoj që nëse do e mbash mendjen patjetër tek reagimi i tifozëve, të humb fillin ndeshjes. Nuk mundesh dot. Më thon, këtë profesion nëse e bën, duhet ta stakosh mendjen që nuk dua të dëgjoj asgjë që mund të ketë ndikim tek profesioni jot. Pastaj, ju jeni luftarake në fushë, vraponi, jeni njësoj si lojtarët. Besoj se keni një regjim ushqimor apo jo, një kujdesi që ushtroni në trupin tuaj. Çfarë keni ndryshuar në rutinën tuaj? Ushqimor dhe stërvitor. Edhe stërvitor. Stërviteni për ditë? Normal. Jo dieta ekstreme, por të paktën një regjim i parë mirë. Me aktivitetin fizik, palestra? Unë personalisht duhet të mbi stërvitem, sepse fakti që kam disa vite që jap normat me meshkujt, do të nuk i jap me femrat, duhet të jem në të njëjtën kondicion fizik, po patjetër. Për sa kohë gjykoj në Superligë, jam një lloj si meshkujt dhe stërvitja ime do të jetë më shumë se sa që mund të bëja në aktivitetin e femrave. Për ty? E njëjta gjë edhe për mua. Stërviteni, ushqen, keni një regjim strikt. Mjafton të jetë një ushqim i rregullt, domethënë, i plot. Ndërkohë, më thuaj pak për përzgjedhjen që ka bërë FIFA për të certifikuar si arbitre, tashmë duke për ja shpjeguar pak shikuesve duke qenë se ju jeni të certifikuar nga FIFA, ju keni mundësinë të gjykoni, arbitroni dhe ndeshje ndërkombëtare, apo jo? Ishte e vështirë për zgjedhja, duke qenë se është hera parë që tek ju, tek ne, një arbitre femër ka marrë këtë certifikim. Dhe ju jeni e para, apo jo? Po, unë jam e para. Tani nuk mund të themi që është e vështirë, përsa kohë akoma është një profesion që sapo ka startuar në Shqipëri. Momentalisht jemi 30 arbitre femër. Gjithsej jemi 30? Po, gjithsej jemi 30. Dhe çdo gjë varet, federata shikon se cile e ka mundësinë për ta arritur dhe për ta bërë ndërkombëtare për momentin. Dhe normalisht që shikon disa kritere të ndryshme për sa i përket përgatitjes fizike, njohjes së rregullave të futbollit, mënyrës se si paraqitesh në fushë, është në tërësi. Dhe të propozon pastaj në UEFA që ti të shkosh jashtë edhe të atje të bëjmë përsëri normat, rregullat e futbollit. Dhe çdo gjë pastaj gjithashtu që është e rëndësishme në disa kritere të vendosura. Dhe nëse ti nuk i kalon, domethënë qoftë normat apo rregullat e futbollit, shkon edhe një herë tjetër mundësinë, pastaj mund të zëvendësojnë me dikë tjetër. Është një profesion i mirë paguar puna juaj? Është i mirë paguar, por qëllimi është që të rritesh akoma dhe më shumë kategori. Të paktën jashtë normalisht sepse është edhe më paguhet edhe më mirë se sa në Shqipëri. Por qëllimi i gjithë këtij profesioni është që ti jesh ndërkombëtare dhe të rritesh në kategori jashtë, ti jesh në kategorinë e parë apo në elitë, pse jo? Është vërtet arritja më e madhe. Për momentin si është situata, çfarë ndeshjesh gjykoni juve vajzat e tjera?
për ndeshje ndërkombëtare apo Këtu në Shqipëri. Gjykojmë edhe meshkujt edhe femrat. Nuk janë të ndara. Po, kurse ndeshje ndërkombëtare, pastaj varet ku na sakton UEFA që vendosin ata domethënë këtë pjesën. Për të shkuar kemi në një turne ose po. Ke gjykuar ndonjëherë një ndeshje tjetër të huaj që ke gjykuar dhe ke patur frikë, më thuaj disa ndeshje, duke krahasuar në raportin me ndeshjet në Shqipëri, me lojtarët shqiptarë? Atëherë, është përgjegjësia më e madhe që ke kur shkon dhe paraqitesh jashtë. Ne jemi paktën unë personalisht gati 5 herë në vit shkoj ose 6 herë që shkoj dhe... Çfarë diferencash ndjen mes dy vendeve, mes Shqipërisë dhe një vendi tjetër apo një skuadre të huaj, lojtarë të huaj, raporti që ke me ta, gjykimi gjithashtu? Lojtarët të lenë që të arbitrosh, domethënë nuk është se bëhen shumë bezdisës, le të themi, në pjesën e gjykimit gjatë fushës apo vendime që ti merr, sepse në fund ditës ke një vëzhgues edhe ai do të japi vlerësimin që se ti ke gabuar ose jo. Ndërsa ne shqiptarët e kemi pak të tipin ton që duam të ndërhyjmë edhe aty ku nuk dim asgjë, ne japim vendime që nuk na takojnë t'i japim. Eklantina, e pretendon dhe ti stemën e FIFA-s? Atëherë, duhet punë për kushtim, sepse është diçka që mund të t'jepet mundësia, por ndoshta si në nivelet të duhura për ta marrë. E dim dhe jemi të vetëdijshme që duhet shumë punë. Kështu që duhet pretendojmë aq sa ne punojmë, jo të kemi pretendimet dhe puna tjetë zero. Çfarë keni sakrifikuar nga pasionet, dëshirat e tjera tuaja për hir të arbitrimit? Atëherë, nuk të le të sakrifikosh në sensin që duhet bërë sakrificat mëdha përveç se të kesh një profesion stabil, duhet pak më shumë përkushtim për pjesën se duhet jesh i gatshëm, jo vetëm në fund javë, por edhe ditët e tjera të javës, dhe kjo pjesë ndoshta të privon pak, por është i punë part-time dhe ke mundësi ta menaxhosh, besoj. Jashtë stadiumit, gjykimit, si asistente që besoj një pretendim i madh, patjetër që është jesh edhe arbitre kryesore apo jo. Dhe më pas në certifikimet të tjera që do të merrni. Jashtë stadiumit jeni tifozë të kujt? Keni ndeshje të preferuara ose pse jo dhe idhuj në futboll? Jashtë stadiumit tifozët Luizit jemi gjithë. Çfarë thua? E keni bërë dhe këtë? Jo, ndërsa unë jo. Jo, nuk je. Unë personalisht jam tifoze arbitrave, përsa ko shikoj çdo ndeshje, do më të çdo natë shoh çdo ndeshje dhe... Çdo natë ju keni atë thot e thata përpara, gotën e birës shihni ndeshje për natë. Jo, pa gotë birë por që shikojmë vendimet e arbitrave, mënyrën se si ne duhet të pozicionohemi, vendimeve se si do i merja unë që sot isha unë në atë ndeshje, ose si do reagoja, do më thonë është e gjitha. Personalisht më pëlqet të shoh shumë ndeshje, po jo të jem tifoze e një ekipi. Po nuk keni idhur një arbitër që ke idhur? Po. Ose dhe një lojtar që të pëlqen? Arbitri që e kam idhur normalisht është francezja Stefanie Frappart, e cila ka thyer tabut nga më të ndryshme për sa i përket arbitrimit të femrave, është e para që gjykon në çdo kualifikues. Po, ishte pjesë, ishte në Katar. Po, ishte në Katar. Tani para 2 ditësh ishte në ndeshjen kualifikuese të Evropianit 2024, ndërmjet Suedisë dhe Azerbajxhanit, dhe normalisht është vërtet arritje shumë e madhe dhe suport shumë e madh që po jepet figurës së femrave. Është e rëndësishme që përveç se të gjykosh, përveç se të jesh e vendosur, përveç se të jesh e ftohtë në atë që do të gjykosh, të jesh edhe seksi dhe e bukur? Nuk është një kriter, varet pastaj nga vendi. Të jep një dorë? Sipas vendit bëhet ku vendi. Ne shqiptarët kemi pak qef këtë pjesën që kur e bëjmë një profesion duhet jo domosdoshmërisht, po kur ka edhe kriteret e tjera të plotësuara, themi që është e kompletuar edhe mund ta bëj shumë mirë. Duan edhe që të prezencën, domethënë, kesh atë prezencën edhe në fushë. Po e themi kështu. Po në fusha ku luhet futboll femrash, është kështu kot për të kaluar? Jo, nuk është. Jo, absolutisht jo. Se me ke më tepër... Jo, s'ka lidhje. Më thënë, futbolli i femrave në Shqipëri ka ardhur gjithmonë në rritje, dhe normalisht ne për herë të parë kishim vllaznin, e cila ishte pjesë e Champions, që është vërtet një rritje dhe arritje për futbollin e femrave, po, vërtet. Dhe normalisht që futbolli po vjen dhe po zhvillohet her pas here. Okej, kemi një ekip që është shumë i mirë si vllaznia, po kemi dhe ekipet të tjera që e pasojnë që po vinë dhe po përmirësohen edhe më shumë. Dhe kanë treguar që të paktën ne shkojmë të i gjykojmë dhe ka treguar nivel të futbollit, domethënë që vazhdojnë dhe e përmirësojnë kohë pas kohe.
Për sa i takon preferencave tuaja në fushën e futbollit, apo idhujve që thamë në fushën e arbitrimit, ju keni dikë që e përmendi, përveç francezës që përmendi Emanuela? Që e ndiqni dhe që... Le të themi që marrim më të mirën e arbitrave, domethënë, i bashkojmë në një edhe i vendosim një emër vetë. Të paktën nuk kështu. Çfarë pretendimesh keni për të ardhmen në këtë fushë? Çfarë dëshirash? Tani përveç Si e mendoni të ardhmen tuaj? Përveç pjesës që jemi arbitre të FIFA-s të certifikuara. Për shembull, unë kam qenë e parë arbitre shqiptare që kam arbitruar në finalet e Europianit në Çeki. Kjo është një arritje, sepse kam përfaqësuar veten në Shqipërinë edhe kam dalë me rezultate goxha të mira. Arritje tjetër, ngrihemi në kategori në FIFA, do ishte akoma më mirë. Pse jo mos të arbitrojnë ndeshje botërore, për shembull. Pse jo? Do ishte një përfaqësim shumë i mirë, faktikisht, dhe një arritje shumë e mirë edhe në këtë fushë të arbitrimit për ju të gjitha. I mbani mend sa kartona të kuq keni ngritur lart? Keni në një numër apo më shumë të verdha? Nuk i mbaj me statistikë. Të shumtit janë të verdh në fakt. Gjithsesi keni një bilanc tuaj apo jo? Jo, nuk është se mbajmë një bilanc, absolutisht jo. Nuk është se na duhet patjetër në funditës, jo në fund vitit shohim për sa kartona kemi dhënë. Është në varësi të ndeshjes, ne jemi çdo javë jemi në ndeshje. Kështu mund të kemi një javë që kemi dy herë në javë ndeshje, kështu që nuk mundemi dot që të mbajmë bilancin e kartonave të verdha apo kartonave të kuq. Po mirë, çfarë përcakton suksesin e një arbitreje? Numri i vogël Si i është një gabimeve. arbitre e suksesshme dhe jo e suksesshme? Atëherë, arbitrimi mendoj që është një punë që nuk ka kur një pikë që këtu je mirë. Atë që ka sjell një ndeshje nuk e sjell një ndeshje tjetër. Dhe është një punë që gabimi nuk mendohet kur. Domethënë mund të ndodhë një situatë që ti nuk e ke parashikuar. Kështu që mendoj që një arbitër është ai që nuk i dëgjohet emri, që arrin të nxjerrë një ndeshje me gabime sa më pak. Pastaj nuk është se ka një nivel një arbitër i mirë apo i keq. Është ai që drejton një ndeshje në mënyrë më të mirë të mundshme. Gjithsesi ka ndodhur ndonjëherë që ka mbaruar ndeshja dhe ju jeni mërzitur se nuk keni Sa duash. pse? Në Ka një diskutim rast. që po. Dhe jo vetëm jemi mërzitur, kemi qartë, kemi sinqert ata. Normalisht sepse Sa ju ka bërë për të qarë, gjykimi i gabuar apo irritimi i lojtarëve? Tani siç e tham, arbitri i mirë është ai që gabon sa më pak. Por suksesi i një arbitrit është gjithmonë puna që bën pas asaj që reklamohet në fushë. Ti mund të jesh thjesht në ditën tënde më të keqe dhe realisht thjesht ndeshja ka momente, situata që nuk shkon siç duhet. Është thjesht ti nuk e pozicionuar siç duhet, nuk e ke vlerësuar tamam një kriter dhe normalisht ke gabuar në vendim pa dashje. Dhe fakti kur tek ti kanë pritshmëri shumë të mëdha dhe të larta dhe ti gabon dashje pa dashje ti prekër sepse nuk e arrit objektivin që ti vërtet do të arrish. Dhe normalisht është edhe në bazë të personit se sa i përjeton gjërat. Ke thënë ndonjëherë që ta lë fare këtë punë, nuk e vazhdoj dot për shkak të kësaj mërzie? Sado që jam mërzitur prapë nuk kam arrit deri në atë pikë sa ta bëj sepse akoma nuk kam arrit objektivat e mi këtu në Shqipëri, kam dhe një objektiv timin të fundit. Çfarë për shembull, cili është objektivi i fundit këtu në Shqipëri si arbitre? Derbi. Duke qenë se për herë të parë jam pjesë e Superligës shqiptare dhe arbitre në të, dua që objektivi im i fundit jetë të gjykoj derbin dhe të jem kryesore normalisht me Tiranës dhe Partizanit. Me mua asistente. Ti vazhdon katërt. Asistenti e parë, arbitri e parë, tu bi e katërt. Ti e katërta. Ka xhelozi mes arbitreve? A është një punë që ka konkurrencë, ka xhelozi me njëra tjetrën? Për momentin nuk kemi akoma konkurrencë. Prapë jemi shumë pak. Pretendojmë që të bëhemi nuk e di. Mirë do ishte të kishte pak konkurrencë që secilat punonte, konkurrencë për mirë, jo konkurrencë me inat, paktën tjetë në aspektin e punës. Po në raport me arbitrat meshkuj, a ka konkurrencë? Cili është arbitri më i mirë mashkull në vendin tonë? Tani, këtë do e kemi të ndryshëm, se normalisht është preferencë. Në thoni të preferuarin tuaj. Unë do zgjidhja 3 të preferuar, përsa kohë ne kemi 3 ndërkombëtar në Shqipëri, që është Enia Jorgji nga Elbasani, i cili ka qenë i parë që më ka folur rreth arbitrimit dhe kam startuar arbitrimin, është Eugjin Gjaja që është nga Kolegjiumi i Tiranës dhe Eldorian Amiti që është nga Kolegjiumi i Lezhës. Këto janë 3 më të mirët. 3 më të mirët sipas te Eglantina, për ty? Gjithashtu siç tha dhe Emanuela, ne kemi 3 ndërkombëtar, unë kam jo të preferuar, por e kam pasur edhe mbështetës
edhe udhërrëfyes, edhe analizues pa çdo ndeshje, është Elderian Hamiti, që është nga Kolegjiumi i Lezhës, i cili na ka mbështetur pa fund dhe ka qenë një kritikues pas çdo ndeshjeve për gabimet dhe ecurinë që kemi pasur paktën unë për veten në rrugën e arbitrimit. Për mua e Nea Jorgje. Një vetëm. I vetëm. Okej. Ku t'ja beson fjalën për të gjykuar ty si gjykuese e lojës? Tani, ku t'ja besoj pas ndeshjes, kur të më flasin, ka shumë persona. Gjykove mirë, ishte drejt, kartoni kuq gabim, i verdi gjithashtu. Kam shumë persona që ja besoj dhe normalisht pas çdo ndeshje ne diskutojmë raste me kolegët tanë, i dërgojmë raste se si duhet kisha vepruar, paktën unë personalisht në çdo ndeshje time që mund të jem, gjithmonë diskutoj raste që mund të kem me pikpyetje. Dhe kam disa persona të cilët ja besoj vërtet shumë fjalën dhe fjalët që më thonë janë të sinqerta. Ju uroj shumë suksese, ishit shumë të mira, por unë çfarë mund t'i ofroj tani? Albana po bën gati tryezën e degustimit, ndonjë pastiçe, po deshët, ndonjë gjë më të kavë me finok, një ëmbëlsirë me urma arabie, nuk e di a gjëroni apo jo, të muaj dhe a mund ta bënit në këtë punë siç jeni apo jo. Megjithatë shkojmë në tryezë, le të degustojmë së bashku me të treja vajzat tona arbitre, të cilat ishin shumë të këndshme sot, duke na rrëfyer këtë pasion të veçantë në këtë fushë. Me njëherë pas degustimit, do të konsumojmë gatime të lumshin duar, Vetëm do degustojmë apo të tjetra. Të lumshin duar. Nga fusha e futbollit do të shkojmë në fushën e gazetarisë. Po aty ka dominanca, po patjetër, ka babarazi, po patjetër që ka. Si është një raport i sapo nxjerr përsa i takon këtyre diskriminimeve në punë edhe rolin që ka gruaja në media, në gazetari. Vajza, mos rini, vazhdoni konsumoni. Kemi pastiçen, kemi ëmbëlsirën me urma arabie edhe tavën me prosciutto dhe me finok. Rezervojmë pak para kamerave. Vazhdoni pak turp fare, si në fushën e futbollit. Sa po folëm për një regjim ushqimor edhe provoni se kanë dalë shumë të mira. Provoj mirë këtë. Shumë me vërtet edhe ëmbëlsira që nga pjekur. Tava me prosciutto dhe me finok, i për fines, mund ta zgjidhni gjithashtu. Faleminderit. Të lumshin duart. Faleminderit. Manuela, shumë mirë. Mirë, ju bëft mirë. Ju vazhdoni këtu, unë kaloj në bisedën e radhës, pas publicitetit, ju pres sërish.